APP vëren se formulari i publikimit të njoftimit të kontratës së nënshkruar i dërguar me shkresën e sipërcituar është pa numër protokolli si dhe pa vulë të institucionit tuaj. Shkelja tjetër e konstatuar nga APP ishte shuma totale që shteti shqiptar do të paguante në fund të 10 viteve koncesion dhe mënyra e pagesës, që sipas APP, në formularin e dërguar nga Ministria e Shëndetësisë në agjenci, Ilir Beqaj deklaronte se pagesa për check-upin do të kryhej në bazë të numrit të analizave që do të kryheshin. Gjithashtu konstatohet se ka mospërputhje në lidhje me vlerën totale të kontratës së nënshkruar, konkretisht në formularin e dërguar me shkresën numër 3082 fraksion 23, protokolluar datë 20 i pari 2015, në pikën 5 jepet vlera totale e kontratës 13 miliardë 833 milion lek, ndërkohë në formularin e dërguar në shkresën numër 3082 fraksion 27, protokolluar në 10 i 2 2015, në paragrafin 4 shkruhet shprehjimisht se vlera totale do të jetë në varësi të numrit të kontrolleve, për sa më sipër APP me qëllim publikimin e tij konform parashikimeve ligjore dhe nën ligjore në fuqi, ju kërkon ridërgimin e formularit të njoftimit të kontratës së nënshkruar, sipas formës dhe përmbajtjes së kërkuar, duke saktësuar edhe informacionin në lidhje me mospërputhjen e konstatuar. 6 ditë më pas, Ministria e Shëndetësisë firmos edhe një herë formularin e njoftimit të kontratës së nënshkruar, më datën 19 shkurt 15, me shkresën numër 3082 fraksion 29, Ilir Beqaj i delegon kompetencës vartëses së tij, Milva Ekonomi, që të firmos formularin e fituesit të kontratës koncesionare. Në këtë shkresë, përveç firmës dhe vulës së Ministres së Shëndetësisë, deleguar te Milva Ekonomi, saktësohet në pikën 4.3 se vlera totale e kontratës do të jetë 13 miliardë 833 milion lek, apo rreth 138 milion euro për 10 vjet. Në pikën pasardhëse saktësohet: vlera e sipërcituar është vlera e 10 viteve të marra së bashku për numrin maksimal të kontrolleve për grup moshën 40 deri në 65 vjeç. Vlera reale e kontratës do të jetë më e ulët, pasi ajo do të llogaritet në varësi të numrit të kontrolleve që do të kryhen çdo vit për personat e grup moshës 40 deri në 65 vjeç. Ky formular është i publikuar edhe sot e kësaj dite në faqen zyrtare të regjistrit koncesionar nga Oper Procurement Albania. Do të mjaftonte vetëm ky dokument që minimalisht sot s'pak të kishte marrë të pandehur Milva Ekonomin dhe Ilir Beqajn, që me dashje i kanë shkaktuar disa miliona euro dëm buxhetit të shtetit, pasi kanë kryer pagesa në kundërshtim me kushtet e parashikuar në kontratë, të cilat Pluk do t'i detajojë në vijim. Por skandalet nuk mbarojnë këtu. Në pikën 3 të kontratës, jo atë që gjendet sot në publik, pasi në këtë të fundit mungojnë disa të dhëna, por në kontratën koncesionare që është dorëzuar në Komisionin Hetimor të Shëndetësisë drejtuar nga Albana Vokshi, përcaktohet se operatori merr përsipër që të ndërtojë pajisje me aparaturë mjekësore të nevojshme, operoi dhe menaxhoi 20 laborator. Por, sipas dokumentit të siguruar nga Plug, Vilma Nushi ndërtoi vetëm 3 laborator, edhe këta në magazinën e vet në Kashar, ndërsa në qytetet Fier, Lezhë, Shkodër, Lushnjë, Korçë, Sarandë, Berat, Elbasan dhe Gjirokastër, ajo nënkontraktoi laborator të tjerë për kryerjen e analizave check-up. Kjo ndodhi për 2 arsye. Së pari, Vilma Nushi sipas kontratës, 20 laboratorët do duhet i ndërtonte në qendrat shëndetësore të Ministrisë së Shëndetësisë dhe në përfundim të koncesionit, ky investim do t'i mbetej si aset shtetit shqiptar. Në këtë rast, ndërtimi i laboratorëve në ambientet private të Vilma Nushit, sipas kontratës, parashikonte që ky investim i mbetej si aset në përfundim të koncesionit kompanisë koncesionare, pra Vilmës. Dhe së dyti, duke mos investuar në ngritjen e laboratorëve, Vilma Nushi zgjodhi të nënkontraktoj laboratorë të tjerë. Sipas kontratës, nënkontraktimi ishte i parashikuar deri në 40% të vlerës. Mirëpo, këtu nis dhe abuzimi financiar me koncesionin. Sipas kontratës që shihni në ekran, i nënshkruar mes kompanisë së Vilma Nushit dhe kompanisë Intermedica të deputetit tjetër të PS, Vasil Llajo, nënkontraktori do të paguante 5.000 euro në muaj për Intermedica për kryerjen e një numri prej 1.500 analizash. Çmimi për një check-up të Intermedica për Vilma Nushin do të kushtonte 600 lek pa TVSH, apo 740 lek me TVSH. Pra thëndryshe, teksa shteti do t'i paguante Vilma Nushit 1.844 lek me TVSH për kryerjen e një pakete check-up,
Vilma Nushi e delegoi këtë shërbim te nën kontraktori për një çmim prej 740 lekësh me TVSH. Me vetëm këtë skem, Vilma Nushi ka përfituar për çdo analizë rreth 11 euro, ndërsa për milionat kryera me nën kontraktim, fitimet neto për Vilma Nushin mund të kenë arritur shumën e disa 10 miliona euro.